Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit një tjetër moment të ëmbël nga jeta e saj familjare duke publikuar një video ku protagonistja absolute është vogëlushja Luna Mari. Në një ambient të ngrohtë familjar gjatë një dreke të zakonshme, Luna Mari është shfaqur duke kërcyer e lumtur me një copë buke në dorë, një skenë që ka shkaktuar shumë emocione dhe buzëqeshje tek të gjithë ata që e kanë parë. E veshur me një fustan ku dominon ngjyra e kuqe dhe detajet e bardha, e kompletuar me flokët e kapura me gërsheta të vegjël, Luna Mari dukej si një kukull e vërtet, duke përcjellë pafajësinë dhe ëmbëlsinë që vetëm fëmijët dinë ta adhurojnë. Kiara ka shoqëruar videon me një përshkrim të thjeshtë por plot dashuri, duke ndarë me ndjekësit këtë copës të vogël gëzimi nga jeta e saj dhe e Luizit. Pamjet e vogëlushes që tundet në ritmin e muzikës kanë bërë që rrjeti të mbushet me komente dashurie, ku ndjekësit vlerësojnë gjithnjë e më shumë energjinë pozitive që përcjell familja Eli. Shikuesit nuk kanë nguruar të vërshojnë me komplimente për vogëlushen, duke e konsideruar si një dritë që sjell vetëm lumturi në çdo pamje ku shfaqet. Nuk munguan as komentet që vlerësonin stilin e Kiarës si një nënë që përpiqet t'i krijojë vajzës së saj një fëmijëri të mbushur me dashuri, liri dhe shumë kujtime të bukura. Kiara Tito dhe Luizi duket se po e jetojnë me intensitet dhe përkushtim maksimal këtë fazë të jetës së tyre si prindër, duke ndarë me ndjekësit e tyre momente që janë plot ndjesi të bukura. Vogëlushja Luna Mari tashmë është kthyer në një ikon të vogël për publikun shqiptar, duke marrë jo vetëm vëmendjen por edhe shumë dashuri dhe mbështetje nga të gjithë. Videoja e publikuar nga Kiara është pritur me shumë entuziazëm dhe është shpërndar masivisht në rrjetet sociale. Ndjekësit kanë vënë re edhe ngjashmërinë e saj të ëmbël me të dy prindërit, duke bërë që çdo shfaqje e saj të shoqërohet me reagime të shumta pozitive. Në këtë video, Luna nuk është vetëm një vogëlushe që kërcen, por një simbol i gëzimit të pastër, i asaj ndjesie që vetëm një fëmijë mund ta adhurojë pa asnjë përpjekje. Kiara ka treguar edhe një herë që nëpërmjet këtyre detajeve të vogla, ajo arrin të ndajë me ndjekësit e saj momente të vërteta, të papërpunuara dhe plot jetë. Vogëlushja e tyre duket se ka trashëguar plotësisht energjinë dhe dashurinë për muzikën dhe lëvizjen që karakterizon prindërit e saj. Kjo video është edhe një dëshmi më shumë që familja e tyre, me gjithë thjeshtësinë dhe dashurinë që përcjell, vazhdon të jetë një nga më të dashurat për publikun shqiptar. Pa shumë fjalë, vetëm me një skenë të thjeshtë por plot jetë, Kiara ka arritur që edhe një herë të mbush rrjetin me pozitivitet dhe dashuri. Një vogëlushe që rritet në dashurinë e dy prindërve të përkushtuar, një histori që frymëzon dhe përcjell vetëm buzëqeshje. Luna Mari duket se çdo ditë më shumë po shndërrohet në një yll të vogël që ndriçon jo vetëm jetën e familjes së saj, por edhe të gjithë atyre që e ndjekin me shumë dashuri.